Qeveria shpalli gjendje krize në gjithë territorin e vendit për shkak të rrezikut të shtuar nga zjarret në hapësira të hapura dhe zjarret pyjore, me kozgjatje prej 30 ditësh. Shërbimi për shtypi qeverisë njoftoi mbrëmse vendimi është të marrë me qëllim të përballimit në kohë të koordinuar dhe efikas të situatës në terren, si dhe për mobilizimin maksimal të gjitha kapaciteteve institucionale në dispozicion për mbrojtjen e jetës së qytetarëve, pronës së tyre dhe burimeve natyrore. Në kuadër të këtij vendimi, parashihet aktivizimi i shtabit kryesor pranë qendrës për menaxhim me kriza, i cili do të jetë në mbledhje të përhershme dhe brenda 24 orëve do të hartojë një plan veprimi për parandalimin dhe përballimin e zjarreve, një pas tyre burimeve njerëzore dhe tekniko-materiale në dispozicion, si dhe një plan për veprim të koordinuar të gjitha institucioneve kompetente. Qeveria ka obliguar të gjitha organet e administratës shtetërore që të veprojnë në përputhje me rregulloret për menaxhimin e krizave dhe t'i vënë plotësisht në dispozicion kapacitetet e tyre, me qëllim reagimin e shpejtë dhe efikas në terren, njoftoi shërbimi për shtypi qeverisë. Përmes rrjeteve sociale është prononcuar dhe drejtori i qendrës për menaxhim me kriza Muhamet Ali. Ai është zotuar se menjëherë do të aktivizohet shtabi kryesor pranë qendrës për menaxhim me kriza, i cili do të punojë në mënyrë të vazhdueshme 24/7 dhe do të koordinojë të gjitha institucionet kompetente për një reagim të shpejtë dhe efikas në terren. Për fund, ai bën thirrje të gjithë qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë masat për parandalimin e zjarreve.